Me gur gaz lotësjellës e ngjyrë zhvilluar protesta mes opozitës dhe policisë së Kosovës. Gjithçka filloi në momentin kur deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, u arrestua. Protestuesit me të mbledhur në sheshin Skënderbeu filluan të gjuajnë ngjyrë, gur e koktej molotovi në drejtim të policisë së Kosovës. E veprimeve të protestuesve i është përgjigjur policia e Kosovës me gaz lotësjellës, duke i shpërndar ata në pjesë të ndryshme të qytetit. Kjo nuk zgjati shumë dhe protestuesit u mblodhën përsëri në sheshin Ibrahim Rugova. Deputeti i AK-s Bali Muharremaj tha për Tribuna Channel se arrestimi i Kadaj Bujupi është politik, sepse sipas tij çdo deputet i Kosovës që zgjidhet me votat të qytetarëve ka të drejtë të bëjë veprime politike. Çdo deputet i Parlamentit të Kosovës që zgjedhet nga vota e popullit ka drejtë të bëjë veprime politike edhe për atë punë është zgjedhur në Parlamentin e Kosovës. As me kodin penal, as me kushtetutën e shtetit nuk parashqihet të burgoset një deputet i Parlamentit të Kosovës. Po ashtu edhe Smajl Latifaj nga AK-ja tha se do të protestojnë derisa qeveria e Kosovës të kuptojë përgjithmonë se ka ikë dhe ka përfundu për ndjekja e deputetëve që janë zgjedhur nga populli. Edhe me këtë argument të ditës së sotme ne po dëshmojmë që nuk do të ketë stabilitet, normalitet dhe funksionim normal të institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës derisa ta kuptojnë faktin qeveria e cila mban përgjegjësinë, është e vetmja që mban përgjegjësinë për adresimin serioz të këtyre dy temave të cilat janë shqetësuese. Por gjithçka eskaloi në momentin kur gjykata themelore e Prishtinës vendosi për të mbajtur në paraburgim për 1 muaj deputetën Donika Kadaj Bujupi. Protestuesit filluan përsëri të gjuajnë gur në drejtim të policisë, çka bëri që kjo e fundit t'u përgjigjet prap me gaz lotësjellës. Turma e protestuesve u shpërnda dhe në rrugën Agim Ramadani, ku aty u pa një numër i madh i njësisë speciale dhe mjete të blinduara. Por asgjë nuk përfundoi me kaq. Protestuesit në rrugën kryesore George Bush hodhën kontenjerët mes rrugës, të cilëve edhe ju kishin vënë flakën. E i menjëhershëm ishte reagimi i zjarfikësve, të cilët erdhën dhe filluan të shuajnë zjarrin. Thyerjeve të ndryshme nga ana e protestuesve nuk i kishin shpëtuar as veturat zyrtare. E derisa protesta po vazhdonte, lider të partive opozitare ishin mbledhur në takimin në Selinë e AK-s. Me të dalë nga Selia ata së bashku, me një numër të protestuesve, vazhduan në drejtim të sheshit, ku edhe u bllokuan nga kordoni njësisë speciale që ishte vendosur në hyrje të sheshit. Aty pati edhe të arrestuar. Policia e Kosovës për t'i shpërndar protestuesit vazhdoi përsëri me gaz lotësjellës, çka bëri që këta të fundit u larguan rreth orës 19 në mbrëmje, ku edhe përfundoi gjithçka.